Megjithatë, Artan, a mund të presim që vendoset të vazhdoj të insistoj me emrin Albulena Xhiut derisa të paktën ndoshta mund të fitoj kohë në anën tjetër për të formuar, për të siguruar edhe për formimin e qeverisë. A ndoshta mund ta shohim edhe një taktik të tillë, një tentativë të tillë. Pas ditës sotme nuk mendoj që kjo mund të ndodhë, sepse sot zoti Konjufca realisht e pranoi disë faktin. Pra ishte me vetë faktin që nuk e vendosën në votim, ishte pranim i realitetit. Po them është për mirë se ardhe, pse është pak vonë, sepse kjo është dashur të bëhet shumë më herë, por prapë se prapë është mirë që e pranuan, por tash natyrisht që orientimi edhe iniciativa i takon zotit Kurti edhe vizëve vendosje, pra nuk mund tash thonë tja vën fajnë dikuj tjetër, sepse kemi pa disa deklarata kështu politikisht shmendurake të përfaqësuesve dhe vendosës që thonin tash është faji opozitës që nuk po e voton. E akuzuan edhe sot opozitën që është bllokuese, po e bllokon situatën në Kuvajt. Kjo është shmenduri politike, sepse në momentin që ti e ke shumicën, në momentin që i ke fitu votat, ti e ke obligim që ti sigurosh 61 vota, nëse nuk i siguron, atëherë duhet ta krijosh mundësin për të dalë nga ajo bllokat. Nuk mund të fajsohet kundërshtari politik. Nëse e banalizojmë këtë situatë, nëse e thjeshtojmë maksimalisht, kjo është njëjtë sigur nëse shkon në bankë, ke për të bërë pagesë 100 euro, ti i ki 90 euro edhe i thua ati zotëriut ose zonjës në sportel, tash 10 euro duhet të mishtosh ti, nëse ti nuk mishton, unë nuk e bëj pagesën. Po, megjithatë, Artana, krijohet një lloj imazhi edhe për opozitën tani që nuk dëshiron konstituim të institucioneve dhe formim të institucioneve me këtë qëndrim të tyre, jo, a nuk mund të shihet? Jo, sepse obligimi moral i takon fituesit të zgjedhjeve. Zoti Kurti ka fitu 42%, pra i ka 49 deputet, 48 dvet edhe një Rashiqi 49, pra me 49 deputet është shumicë absolute, pra ma shumë ka ai se sa 2-3 parti tjera bashkë. Edhe kjo që thot ajo klisheja është privilegj, po edhe është përgjegjësi. Do thot është kënaqësi që ti fitosh të vota, por në anën tjetër ke edhe përgjegjësi ndaj atyre qytetarëve që të bësh zgjidhje. Pra nuk mund tash të bllokohet zoti Kurti në kullën e Fildisht aty dhe tani të pret dhe të thot fajin e ka Duda Balje, fajin e ka Adem Hoxha, fajin e ka XY, LDK, PDK, nuk e kanë ai ka obligim që t'u ofroj, që t'i ftoj dhe t'u ofroj atyre kushte për kompromise. Do thot kompromise realiste, që thot ai Don Corleone, ofertë që nuk mund të refuzohet. Pra, duhet bëjnë një ofertë që nuk mund të refuzohet, pra një ofertë realiste, normale. Për ty, situatës që e ka analizuar deri më tani, cila është oferta më e lehtë që nuk mund të refuzohet? Do shta oferta për nismën, apo? Oferta, për shembull, mënyra më e lehtë është ta ndroj emrin, pra ta zgjedh ose zonën Shqipe Selimi ose zonën Saranda Bukujevsi, sepse këtë zgjidhje ka nga Alianca, edhe mendoj që edhe nisma do ta votonte. Po ashtu edhe për Duda Baljen dhe për Adem Hoxhën, pra ne e dim se funksionojnë përfaqësuesit e pakicave, duhet të marrin diçka për komunitetin cilën e prezantojnë, pra nuk mund vetëm të kërkosh votën blanko, duhet t'ju ofrosh ndonjë projekt infrastrukturor, ndonjë që ata realisht edhe meritojnë, por në këtë rast pra mund t'jetë diçka pak më tepër ndonjë investim, edhe që do t'jeti mirë edhe për atë rajon, pra sepse ne e dim si jetojnë, pra nuk është që shumica shqiptare ka bë namin për përmirësimin e jetës së pakicave, edhe atyre jo serbe, por edhe serbe, sepse pakica serbe ka dhe ndihmën prej Serbisë, kurse pakicat jo serbe nuk e kanë këtë, pra janë krejtësisht të varur nga niveli centror. Por, po them, aspekti parë është që ta ndryshoj emrin pra ta ndryshoj kandidaturën, ndërsa në anën tjetër mund edhe ta zëm nëse bëhet ndonjë paku edhe për qeverisje, po zëm me zotin Limaj, atëherë, sepse edhe të arritës numrin e ministrive ose diçka, pasi është nevojli, pra nuk mund të bëj qeverin, në anën tjetër edhe tash do t'ishte krejtësisht e pa kuptim, sikuraj për 4 vota për shkak të mos gatishmërisë për të bërë kompromise, talinte mandatin, kur i ka fitu 42%, pra është një kjo është një sfidë për zotin Kurti, kjo është një test për realizmin e tij. Pra, ky test do t'rregoj sa është zoti Kurti realist.
Nëse është realist, ai mund ta zgjidhë shumë lehtë këtë punë, pra të bëj 2-3 kompromise. Megjithatë sot janë përmendur edhe zgjedhjet përsëri, pas ndërprerjes së kësaj seance. Duket që vendosja më shumë është shkoj përsëri në vendin e zgjedhjes sesa të bëj kompromise të tilla apo si duket? Jo, unë mendoj që është vetëm një lloj formaliteti, vetëm një lloj kështu tentim për të dëshmuar si të guximshëm, sepse asnjë garanci nuk e ka lëvizja vendosje që do të fitoj këto vota, që do të fitoj më shumë vota. Tash lëvizja vendosje nuk mund ta shantazhoj popullin e Kosovës dhe institucionet e Kosovës të thotë do të kemi institucione vetëm ne nëse ne i fitojmë 50%, sepse kështu po i bjen. Çka nëse zgjedhjet e ardhshme i fitojnë sërish 42 ose 43. Prap do të shkojmë zgjedhjet e reja, domethënë derisa ti fiton, nuk ka logjikë, nuk ka kurfar kështu kurfar garancie, kurfar mirë po është një tentim që të veçanërisht para mediave që të dëshmohen kinse të guximshme, kishte trima apo trimnesha, që shkojmë edhe në zgjedhjet e reja, por me këtë çka do ndodhë nëse lëvizja vendosje fiton më pak. Pra kush do ta marrë përgjegjësinë? A do ta marrin këta këto skiftere që po dalin çdo ditë nëpër media me fjalë nga më të ashprat? Jo, nuk ka, sepse nuk i keni votat, pra duhet që ta ulin tonin, që të bëhen me realist dhe t'i kërkojnë këto 4 vota, bile edhe me 4 vota është kështu minimumi i minimumit, sepse nga një parti e cila para 4 viteve sot kishte 70, sot gati 80%, 80 deputet, pra tani që të bijnë në 61 dhe mezi t'i arrin këtë, pra është një nevojë që të reflektojnë, që të normalizohen edhe me diskurs, edhe me veprime, sepse kjo është përsia, u bën më skesi atyre. Po, megjithatë, Artan, a shet që kjo situatë mund gjatë, zhbllokimi i kësaj situate, sidomos e pamë edhe në deklaratat e sot me zonin Mimoza Kusari, edhe Muratin që e përmendën që kërstuan në një farë formën nëse mund themi edhe me bllokim të votimit të nënkryetarëve në rast se nuk votohet emri i tyre për krye parlamentar. Si shpjegohet gjithë kjo situatë ose si mund dilet duke ditur që nuk ka afat për propozimin e emrit kryetarit kuvendit? Po s'pari këto friksime apo këto, po them, shantazhe janë krejtësisht të paduhura, krejtësisht janë destruktive, sepse roli nënkryetarët, me rolin e kryetarit janë si nata me ditë, pra nëse me këtë logjik opozita mund të shkojë deri në pakufi, sepse shumë më keq është për pozitën që të mos e ketë kryetarin, se sa për opozitën që të mos e ketë në kryetarin e para dytë, do të thotë ne rrallë dhe i shohim ata një herë në vjet, kështu që janë të pra mendoj që është një lloj mlefi, një lloj dufi, kështu i brendshëm edhe një lloj reagimi edhe emocional edhe një lloj nervozizmi realisht. Kjo e thash edhe më herë, kjo situatë i shkon në dëm lëvizjes vendosje, sepse zoti Kurti është lideri më i fuqishëm në Kosovë, edhe elektoralisht, edhe politikisht, edhe në çdo aspekt, pra është lideri kryesor dhe nëse situata është e bllokuar, fajin e ka njeriu kryesor, njeriu që ka më shumë të vota, që ka marrë më shumë të besim, ai e ka obligim që ta kërkojë një zgjidhje. Sa më shumë që vonohet, aq më keq do të jetë më shumë për të, edhe për opozitën, mirë, po opozita e ka arsyetimin, thot, opozita i ka 57 vota, le t'i bëjnë këta 61, le ta zgjedhin edhe kryetarin e parlamentit ose kryetarin edhe qeverinë, le të bëjnë çdo gjë. Pra tani pasi u kuptua, pasi u hapen letrat, pasi u kuptua që lëvizja vendosje i ka 57 vetëm 57 deputet, tash është më lehtë për opozitën që ta kundërshtojë, që ta kritikojë dhe është më vështirë për pozitën që të mbrohet. Po, megjithatë Artan, insistimi i vendosjes për emrin e kryeparlamentarit mund të lidhet pak edhe me çështjen se kur përfundon mandati i presidentit, këtë pozitë do ta mbajë ushtruesi i detyrës sekretarit kuvend. Dhe mund të arsyetohet në një farë mënyrë insistimi i tyre për kryeparlamentar, për emrin e kryeparlamentarit apo jo? Mund të jetë edhe kjo logjike e veprimit, por unë mendoj që me këtë ndarje të parlamentit, me këtë ndarje të taboreve do të jetë krejtësisht e pamundshme që të sigurohen 80 vota për zgjedhjen e presidentit apo presidentes re, sepse nëse nuk po mund të gjenden 61 vota për kryeparlamentarin dhe për qeverinë, atëherë si mund gjenden edhe 20 vota tjera, pra do të jetë shumë vështirë, po them,
me këtë stil do t'jetë e pamundshme. Kush do që t'jetë? Edhe disa emra që po përmenden, pra nuk do të mund t'ju imponon, bile mendoj që edhe ata emra, edhe nëse vinë nga familjet historike të Kosovës, mund të degradohen, mund të devalvohen